Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë me fermën VIP. Kanë qenë 2 ditë të mbushura me plot situata. Kanë qenë 2 ditë të ngjeshura me dinamika, kanë qenë 2 ditë që në fakt na kanë stresuar dhe na kanë çuar të mendojmë në forma të ndryshme se çfarë po ndodh në fermë, se sa i vërtet është produksioni ferma VIP. Nisi si një ndryshim, realisht nuk e kuptoj se cili ishte ndryshimi kundërdrejt Big Brotherit, sepse është po e njëjta gjë, dhe siç duket banorët e fermës po i nxjerrin gjërat aq shtruar, aq hapurazi, sa që produksioni nuk mundet që t'i kontrolloj. Kur them që produksioni nuk mundet t'i kontrolloj, do të thënë situata më tregon që gjërat kanë dalë krejtësisht jashta kontrollit. Dhe pikërisht në këtë përmbledhje dua të flas edhe për një deklaratë e cila në fakt na ka tronditur të gjithëve, e dhënë nga ana e Akilit për lojën e fermës dhe për ngjarjet në ferma VIP. Tani, dua njëherë të nis me deklaratën që ka dhënë Sara. Gjatë një bisedes që Sara ka bërë në ambientet e fermës, konkretisht tek ura, Sara ka treguar që ka marrë informacione nga jashtë. Sara ka treguar që në dhomën e Agait, produksioni, në këtë rast do me thënë çunat dhe gocat e produksionit, në varet se kush bisedon me fermerët, i ka dhënë Sarës një informacion që realisht për Sarën duket që është brenda qëndrimeve të saj se si duhet ajo të sillet. Mua më vjen shumë keq që produksioni mundohet që t'i ndaj fermerët ashtu siç në fakt bënin për shembull në Big Brother VIP Albania 2 me Oltën që mundoheshin ta suportojnë, ndërsa nga ana tjetër Luizi bënte namin jashtë dhe s'kishte publik që mund ta mbështette Oltën, edhe pse produksioni dëshironte që ta nxjerrë sa më lart se të gjithë. Dhe të njëjtën ngjarje, realisht unë e shoh si një lloj ripërsëritje. Ky është mendimi im. Nga situata që unë shoh dhe nga anashkalime që bën produksioni, unë e shoh një lloj ripërsëritje të gjërave që ndodhnin në Big Brother VIP Albania dhe në këtë që është sot ferma VIP, do të thënë në atë kohë realizuar nga i njëjti producent. Tani, kjo situata është kthes me 2 thika, do të thënë thik me 2 presa, m'falni. Pikërisht një herë, fillimisht, kjo mund të jetë edhe një inskenim nga ana e produksionit që Sara të merr vëmendjen dhe të shndrohet në klikime dhe në fenomen. Do të thënë, në të gjitha dimensionet ferma të merr vëmendje, sepse çuditërisht, krahasuar me fermën e vitit kaluar, ferma këtë vit nuk është se ka patur vëmendje të jashtëzakonshme tek kafshët, vëmendje të jashtëzakonshme tek kujdesja për ushqimet në fermë, do të thënë pjesa e jashtme, tek pjesa e tokës, do të thënë ka qenë e fokusuar tek debatet dhe diskutimet. Dhe unë me thënë të drejtën shoh një farë forme një lloj Big Brotheri. Tani, përpos që produksioni nuk reagoi fare, por besoj që do ta sqaron si ngjarje në spektakël, nesër mbrëma, se nëse nuk e sqaron atëherë mua më duket kjo gjë, do të thënë e pa imagjinueshme, më duket e pa logjikshme që një produksion, do të thënë të heshtën këtë zërin e madh. Akili nga ana tjetër thotë që kam lexuar një skenar që Mozës në fund mund t'i bëhet pa drejtësi. Tani, ky skenari që ka bërë publik Akili, që unë nuk mund të them që Akili gënjen, se Akili nuk ka arsye përse më të gënjen. Akili misionin e tij e përfundoi, rrugtimi i Akilit ishte ai, do të thënë nuk patëm një sqarim se si nisi dhe si përfundoi gjëja, pothuajse e gjitha kjo gjëja u hesht dhe askush nuk e komentoi dhe pikërisht Akili pas një heshtje të gjatë, ndoshta ai ka dashur që të ketë një sqarim me produksionin, ndoshta ai ka dashur që të ketë një qartësi të ngjarjeve me produksionin, Akili nuk foli më. Dhe pikërisht kjo gjëja, ky rrëfim tani i Akilit dhe vendoshmëria e tij për të dalë nëpër emisione dhe për të treguar të vërtetën,
ka hapur një temë të gjerë. Tani, nëse në këtë skenarin është e vërtet që mimoza do të nxirret nga ferma në një sfidë të humbur që unë pres në sfida shumë të forta, duke njohur edhe shkathësinë e mimozës, unë pres që mimoza diku të lëshoj dorë dhe të dështon, unë mendoj që kjo do t'jetë një kundërvajtje e produksionit me veten. Por tani, duke e parë qëndrimin e Arbanës në çdo prime dhe duke ja thënë muhabetit çdo fermeri që del, ore ju nuk e dini se si është moza jashtë, ore ju nuk e dini se sa fansa ka moza jashtë, ore ju nuk e dini se çfarë autoriteti ka moza jashtë. Mendoj që kjo gjëja është një mesazh kundërdrejt gjithë këtyre thashë themeve, sepse Akili thotë unë e kam parë në flet, por kjo do të thotë që mund të jetë, domethënë, e argumentuar, çon drejt atij fakti që unë e shikoj që kjo ferm i shkon mozës dhe ky çmim mbi 200.000 euro i shkon mozës. Dhe nuk më merr mendja që Eduardi dhe Arbana të bëjnë këtë lëvizjen që ta nxjerrin mozën nga ferma, për faktin që ato, domethënë, do të humbin krejtësisht audiencën e tyre dhe do të humbin besimin për vitin e ardhshëm. Unë mendoj që ferma tashmë do të jetë një pronë e Eduardit, dhe Eduardi këtë vit nuk e ka shumë tek përzgjedhja e banorëve të kastit, tek loja e banorëve që po bëjnë, tek mbajtja e banorëve brenda, por unë mendoj që Eduardi e ka tek kjo logjika që ta dëshmon veten e tij dhe të bind publikun që Ferma VIP është një reality show që varet nga votat e publikut, dhe nga ana tjetër, do me thënë vitin e ardhshëm, të bëj një spektakël më të madh edhe një spektakël më të papar. Në fakt, unë kështu e shoh situatën dhe qëndrimin e Eduardit. Ndoshta mund të ketë lexuar Akili ndonjë skenar, nuk e di kur për herë të fundit Akili ka qenë tek produksioni i Ferma VIP, ndoshta mund të jetë nata që Akili ka dal nga ferma dhe mund të ketë lexuar në një flet që mund të shkruan që moza mund të humbën skenarin, mund të humbën sfidën dhe mund të del. Do të thënë Akili vetëm e ka hedh si hipotezë këtë gjë në rrjetet sociale, por mendoj që do të ishte turpi më i madh për një produksion që të vendoste që pikërisht nga ferma që ka qindra dhe mijëra klikime të nxirrte fenomenin që e mbajti mbërthyer për publikun, për ekranin, pikërisht në këtë fermë që unë dua që kjo ferma, do të thënë, të vlerësoj imazhin e një personaliteti siç është moza, ashtu siç duhet vlerësuar, dhe shpresoj me zemër që në fakt ta bëjnë këtë gjë. Do të thënë, kjo ishte analiza ime rreth çështjes dhe ngjarjes se a do të largohet mimoza nga ferma apo jo, dhe çfarë është duke kurdisur produksioni. Dua të marr mendimin tuaj.